Mehmeti, një tjetër premtim që më ka mbetur në mendje në vitin 2013 ka qenë ai hapjes së 300.000 vendeve të reja punës. A janë hapur këto vende punë në Shqipëri? Si është situata sot? Është një zonë rurale afër Tiranës, cila ka rekrutuar qindra mijëra shqiptar, quhet Rinas. Shkojnë në Rinas dhe zën punë diku jashtë shtetit. U largua rinia shqiptare. U largun familjes shqiptare. Këtë problematikë kemi edhe ke mjekët dhe ke infermierët, cilët po punësohen andej sepse po i trajtojnë siç duhet. Në radhë parë po i paguajnë, se neve nisim që nga këtu problemin. Në radhë dytë i sigurojnë kushtet e jetës. Kush është kushti i jetës për një familje? Është një i ri dhe një e re. Në radhë parë për të krijuar një familje, a do duhet blej një shtëpi, a është investimi më i madh që ka një familje në Shqipëri për ta nisë familjen? A e dini ju që në Shqipëri duhen 75 deri 100 vjet punë për të arritur për të blerë një shtëpi, me rrogat që janë dhe kostot që janë? Të jep banka do të kredi se do të ja shlysh për 75-100 vjet? Nuk ta jep. Një i ri dhe një e re, sot thënë, ne nuk e arrim dot këtë. Do shkojmë jashtë. Prandaj në programin e Partisë Demokratike është çatia për çdo çift. Ti sigurosh shtëpinë dikujt, ta ndihmosh, se nuk është kjo falas, po ta ndihmosh që të jetë e bëshme dhe arritshme kjo nga çdo çift, do të thotë të ndihmosh familjen, të ndihmosh rinin, përndryshe ai nuk ka asnjë mundësi të largohet. Pse? Se nuk është thjesht çështje vende punës që nuk i hapi dhe shkuan dhe na emigruan. Po më thuaj që Edi Rama e hapi por janë vende punë, por i hapi në Italinë, Gjermaninë, Francë, Kanada. Pastaj se ku u shpërndan këto nga Rinasi, pse kemi edhe më keq akoma, se ishte edhe me gomone. Se i kemi parë gjithë në pamjet. Prapë dhe këto i mohon. Eurostati thotë që vetëm në zonën e BE-s ka 800.000 emigrantë shqiptar, vetëm zonën e BE-s, pa përfshi këtu Angli, Kanada, Amerika, Australi e me radhë. Realitetet ne duhet të shohim sy. Pse? Se një problem për ta zgjidhur, në radhë parë ne duhet kuptojmë që kemi një problem. Në Shqipëri problemi e ka emrin Edi Rama. Dhe nëse ne nuk merremi me këtë problem dhe nuk largojmë këtë problem, atëherë nuk ka zgjidhje dot. Zoti Eli Mehmeti, ju jeni në fushat, kandidoni si deputet i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Sigurisht ju keni bërë takime të shumta. Programi i Partisë Demokratike apo përqafohet nga qytetarët shqiptarë dhe në bazë të takimeve që ju keni zhvilluar, cilat janë 4 ose mund të themi 3-4 problemet kryesore të cilat kanë nevojë për zgjidhje imediate dhe ose më saktë që pasqyrohen më shpeshti në këto takime? Po. Shumë pyetje drejt. Qytetarët kanë nevojë të ndjejnë që po mbështeten nga shteti. Jo të ndjejnë si armiq të shtetit, se sot ato trajtojnë si armiq të shtetit. Radh parë ju e dini 100 ditë e para, Partia Demokratike ka ato që ne i kemi vendosur në paketat dhe mshurisë. Unë do thoja mbështetje direkte për jetën. Se të vendosësh minimumin jetik, fjala jetë aty brenda. Do thosh ti garantosh mbijetesën dikujt brenda territorit tënd. Dhe është kusht minimal për ta quajtur veten shoqëri e civilizuar. Ti garantosh një shtetas tënd, një shtetas i shqiptar, të ketë mundësi të shkojë deri në fund muajit. Nuk po themi që do bëhet i pasur me 200 euro në muaj, por garantohet mbijetesa, se kjo është element kyç. Dhe jo vetëm aq, po ulja e taksave, ulja e dritave, ulja e çmimit të karburanteve, taksa e shesht, e kemi parë që funksionon. Ulja të vëshës në 15%. Jo them, po taksa e shesht në veçanti për shtresat e mesme dhe shtresat biznesmenëve është diçka që pëlqet me të vërtet shumë. Na e kuptojnë shumë qartë sepse është diçka e thjeshtë, ul burokracinë, ja bën të qartë planin afatgjat dhe jo ti çosh taksa ulën ngrej. Pse? Sepse me te taksën progresive, sado e bukur që duket në vesh, po në fund fare ke konsumatorit do vi prapa ajo. Ne do e paguajmë atë 23% që paguon dikush që supozohet biznes i madh me radhë. Po ne e paguajmë. Se neve na shton kostuaj. Taksa 10% ka qenë diçka që funksionoi në vitet e Partisë Demokratike. Mbështetja familjes ka qenë diçka që funksionoi gjatë qeverisjes të Partisë Demokratike. Rruga jon drejt Europës dhe drejt perëndimit funksionoi gjatë qeverisjes Partisë Demokratike. Tu jemi shumë të qartë. Pra programi jon ka të bëjë mbështet familjen, mbështet besimin, mbështet kombin. Dhe e gjithë kjo në drejtim perëndimor. Me syt, mendjen dhe zemrën drejt perëndimit. Jo siç bën Rama që me fjalë është perëndim. Pasaportë europiane thot Rama. Po syt i mban Knega Vučići. Me kë e bëri ai Open Balkanin? Kush e tha që procesi Berlinit është linja që është caktuar për ju në ndërkombëtarizim pra drejt Bashkimit Evropian? Jo ai zgjodhi të bëjë Open Balkanin, apo jo? Kjo është e vërteta. Dhe